ka ardhur sërish të sezoni I diplomimit. Miliona studentë universitarë në Kinë po hyen në drekun e punës. Në të njëjtën kohë janë publikuar edhe të dhënat ekonomike për gjysmë e parë të vitit 2026, cilat të profesione kanë më shumë perspektivë, në cilat industri ja vlen të zhvillosh karrierën. Përgjigjet mund të gjejmë pikërisht në këtë raport ekonomik. Sot do të zbulojmë së bashku kodin e punësimit që fushihet pas tij. Në gjysmë e parë të këtij viti, ekonomia kineze ka vazhduar të zhvillohet në mënyrë të qëndrueshme, ndërsa forcat e reja prodhuese janë rritur më tej. Me zhvillimi e automjeteve me energji të re, prodhimit të pajisjeve të përparuara dhe robotikës, nisje e më shumë fabrika inteligjente dhe punishte digjitale janë vënë në funksionim. Kjo ka shtuar kërkesën për specialistë të mirëmbajtjes së robotëve industrial dhe ekspertë të prodhimit inteligjent. Modernizimi I industrisë po krijon më shumë vende pune me vlerë të shtuar. Teknologjia si inteligjenca artificiale, të dhënat e mëdha dhe reja kompjuterike po përdoren gjithnjë e më shumë në jetën e përditshme dhe në industri. Nga zhvillimi I softwareve dhe analiza e të dhënave, deri te aplikimet e AI-s dhe operimi digital, ekonomia digitale po krijon vazhdimisht profesione të reja. Inteligjenca artificiale nuk zëvendëson vetëm disa punë të përsëritshme, por krijon edhe kërkesa të reja për punësim. Prandaj, aftësitë digjitale dhe risitë po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme. Me rritjen e konsumit, sektorë si turizmi, shëndetësia, kujdesi për të moshuarit dhe sporti po zhvillohen me shpejtësi. Si rezultat, po shtohet kërkesa për profesionistë në menaxhimin e turizmit, kujdesin shëndetësor, shërbimet për të moshuarit dhe organizimi e aktiviteteve sportive. Në të njëjtën kohë, autoritetet në të gjithë Kinën po forcojnë në shërbimet e punësimit dhe trajnimet profesionale për t'i ndihmuar rinjtë të përshtatë më mirë me nevojat e tregut. Raporti ekonomik I gjysmës së parë të vitit tregon se tregu I punës në Kinë po ndryshon. Modernizimi I industrisë po sjell profesione të reja, përparimi teknologjik po krijon mundësi të reja pune, dhe zgjerimi I konsumit po hap vende të reja pune. Ky raport ekonomik nuk tregon vetëm ecurinë e ekonomisë kineze, por edhe trajtimi e ri të tregut të punës. Po ju, cili prej nga këto trajtime të reja punësimi ju duket më interesant? Na e tregoni në komente.